në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe po qesh kaq shumë sepse kam dikë këtu mbrapa kamerës, si po qesh me hyrjen time, se s'm ka parë ndonjë kështu kur e bëj hyrjen tamam. Bleva kamerën. Jam shumë e lumtur. Më në fund, e kam në duart e mia kamerën e re, edhe pse, si që ju thash edhe më përpara, është e njëjta kamerë, vetëm se ajo që unë kisha, më them me këtë që po filmoj tani, është Canon G7X Mark II, ndërsa unë mora Canon G7X Mark III. Arsyeja pse kalova te i njëjti model, po pak më lart, është sepse kjo mund të lidhet me tripodin që unë kam, mund të lidhet edhe me mikrofon që unë të bëj video sa më cilësore dhe më të mira, edhe shpresoj që ju t'i shikoni edhe të bëni dhe subscribe që të bëj në një lek, të dalin lekët e kësaj. Unë do ja u hap që ta shikoni, pavarësisht se është e njëjtë, po bëjmë një unboxing pas 4 vitesh, në 2021 më duket e mora të tjetrën, apo 2022, 2021. Pas 4 vitesh bleva kamerë të re. Yes! Edhe prisni pak. T'ja veshim edhe në qik robat, se unë mendoja se kishin të njëjtën formë edhe Mark II dhe Mark III, dhe i kisha marrë edhe për Mark II. Në fakt, Mark II këtu poshtë ka një si kunj, nuk di se si ta shpjegoj, çelës që lëviz e bën edhe që të bëj zoom kamera edhe që të mos bëj zoom kamera kur bën zoomin, edhe nuk i bën te, kështu që Mark III-shit i ri fix. Ja. Cute. Ku është bateria me? Emocionet, e kam nga emocionet. Jej! Kaq. Tani do vazhdojmë me ditën tonë. Mua? Është ora 12 Jo, qa 12:30? 12:30 miku vllai e mres. Është një faca. E përcollëm kunakin. Tani po mbet pak robatën që të mos jeleshin në lavatriçe, edhe të farishin të merin erë, edhe shtrim do flem. Nesër punë, avazën. Të shtunën, unë jam për të shkuar dhe dentistja, se do heq dëmballën e pjekurisë. Kam gati një javë që kam dhimbje të tmerrshme të dëmballës, këtu, kranë e djathtë, edhe nuk kafshoj dot, më shfryr edhe mishi, më shtejtur. Kështu që duhet ta azgjësojmë, se më duhet është dhe infektuar. One eternity later. Mirëmëngjesi nga dita e shtunë, dita që unë do të shkoj tani te dentiste për të hequr dëmballën e pjekurisë. Kam shumë frikë se këtë dëmballën që kam hequr herën e kaluar nga Anemajt, e hoqa me shumë siklet, të them të drejtën, se ishte ber aq keq, ishte infektuar aq keq sa u thërmua në momentin që po e nxirrte dentistja. Do i marr me vete te dentistja për herë të parë, nuk ju kam marrë asnjëherë. Do shkojmë tek dentistja ime e preferuar, që e kam si shoqe, është shpirt njeriu, nuk di, domethënë nuk kam parë dentista aq të mirë, quhet Esmeralda, dhe ndodhet te rruga Siri Kodra te komplekset e Kontaktit. Do shkojmë atje tani që të shikojmë situatën e dhëmbëve të mi. Unë jam ngritur sot që në orën 9, e gjysmë a diçka e tillë, edhe i kam hyrë shtëpisë me themel. Shikojeni pak shtëpinë. Xham. Pastër, ju ndoshta se shikoni dot, po unë e dalloj. Edhe kariget i ngrej lart mbi tavolinë gjithmonë që plaj dhe fshi rahat poshtë. Jam bërë një nikoqire e vërtet. Dhe tani më ka ngelu vetëm hekuri. Po hekurin e lash do ta bëj me shumë mundësi nesër. Se sot nuk e di, varet nga gjendja si do jem. Shpresoj që ta hiq kollaj këtë. Kam shumë frikë. Edhe bëra edhe një çik floçkët kështu gërshetka, bukur. Kam frikë pavarësisht se esi është shumë e mirë edhe të qetëson edhe të flet, edhe ta heq mendjen, po prap kam frikë nga që vuajta me këtë tjetrin.
T'ju prezantoj pak me stafin. Kjo është doktoresha më e mirë në botë. Doktoresh Esi Esmeralda ka gjatë, po Esi Temon. Edhe këtu mbrapa kemi Asistente Sabina. Sabina që një dhe diksja ime. Dhe e falenderoj dhe publikisht që i ndjek videot e mia. Shumë faleminderit. Tani të filloj me procesin e heqjes. Kam shumë frikë. Besoj nuk do jetë herë në kaluar apo jo? Nuk besoj, do ta bëjmë ndale. Është më e qetë. Aha. Sy flot. Vjen gjë. Po më pijet. Më pi buza. Oh my god! Nasabla niya electricity. Oh, shit. Joy me molto nel cammino. Më duhet të pij antibiotik. Dişini çektirdi, hala konuşmaktan vazgeçmiyor. Duhet të pij azitromycin për 3 ditë. Edhe prandaj mi bën këtë gjë nesër shkova në Hiçbir farmaci şey me anlaşılmıyor, Alexia. anlaşılmıyor. Konuşmak için zorlama. Bir saat sonra çek. Kurse ky zotëria do ishte që të luante PlayStation në shtëpi. E shiko si është bërë. Shi. Pa. Hop mushkë. Çağır ben buraya. Ki çfarë bën? Peşir var mı? Mhm. Tamam getir. Ja. Një las fajnë në të mësuar ti. Sa i thot? As për të dëgjuar të dëgjuar do. Çfarë do? Ik shpinën dhe për çfarë më rimo këtu? Të më vjen një goja. Si pushon goja bre. Unë jam sëmur, këtu jam shtrirë, po lëngoj. Flas ka shumë. Kësaj si pushon goja sot. Fjeta në qëtë gjumë, më thënë hëngra bukë, kur erdhëm në shtëpi. Piva azitromycin, antibiotikun, sepse më tha Esi që duhet marrë antibiotik, duke qenë se do pak kohë vendi që të shërohet. Dhe pastaj më zuri gjumi. Filloi po më ditë edhe empirja dhe po më dhimte edhe vendi. U ngrita një moment që të shkoja në tualet, edhe nuk e di se çfarë pata, më erdhi për të vjedh, më erdhi për të fikt, fillova po djersitesha. U bëra keq, po i the nuk ja u shpjegoj dot. I thira Alexit, Alexia, mos e koma se ta vjedh, si jam mirë. Alexia ishte në gjumë, po flinte. E zgjova dhe Alexin. Pastaj detyrova që hoqa garzën me betadin që kisha. Kam ngelu pa garzë tani. Duhet të shkoj prap te Esi që të më vendos një garzë tjetër, po më tha që nuk që kishte lëvizur edhe nuk e di kur duhet të shkoj prap. Kam shumë stres derisa të vendos pambuk ose kështu me betadin. Se s'ka as Alexia betadin. Edhe më ka ngelu tani vendi i dhembit bosh. Përshëndetje. Si je? Düçani? Bu ne? Tablete. Ha? Bu ne? Bu ne lan? E kam prekim. Ana. Alo. Jetër nga bim. Çfarë është moj? Kama Dyson. E mom ja. Why? What the heck? And this is yours. What, is it Christmas today? No. What the hell? It's not even my birthday. Yes. Well, why would you buy me headphones?
Is it mine? Really? Yes. Why? It's from my heart. Aww. Let me give you a hug. Thank you. You're welcome. Oh, shkitonja. Shikoni tani që ka ndodhur me Dysonin. Skuadra e preferuar e Emrejs, që si që patë edhe të torta është Fenerbahçe, do ndryshonte presidentin. Edhe Emreja nuk është se e ka pëlqyer shumë presidentin e vjetër, që quhej Ali Koç. Ha? Po. Okej. Edhe do votoj për presidentin e ri. Duke qenë se presidenti i vjetër kishte shumë vite që ishte president, edhe këta nuk ishin shpresa që ai do ndryshoj. Më tha mua, nëse fiton presidenti i ri, do të blej Dyson. Po sa bleva Dyson, pas kam qenë i poshtër. E mbajti premtimin. No. I just want to buy and I bought. Ju ngrit rati që t'i blinte edhe diçka Aleksiës, një dhuratë Aleksiës. Dhe i bleu Aleksiës një balkufje. Më tha mua, i pëlqen apo jo, çfarë pëlqen Aleksiës? I got new headphones now. Qa ngjyre i pëlqen, janë dhe po këte, edhe i thash unë më thuaj kur të vish i thash që ta filmoj Aleksiën. Ndaj më tore kamerën që. Ja. Ta hapim Dyson i të bashkë. Oh my god, bro, wow. Bëra me Dyson. Nuk e besoj dot që bëra me Dyson. Alicia. Thank you, Ashkiton, thank you. Se një qokë euro. Të dua shumë. Dua ta hap tani, po nuk jam në gjendje shumë të mirë emocionale. Të pëlqen? Yes. Ja se i hapi Aleksia kufjet, qikojmë të paktën. Left, right. Të pëlqen kjo ngjyra apo të pëlqen të merrte të zezë? Unë i thash të merrte blu. No, shumë mirë janë. Nuk dëgjoj asgjë. Vërtet? Wow. Oh my god. Thank you. Përshëndet. I love it. Thank you baby shkom. Hapeve. Do ta hap tash ja. Mi që na morin e dhurata, po donte të merrte dhuratë edhe për vete, kështu që bleu Apple Watch. Sa me kujdes do e hap si një vigjëreshe vërtet. Ja teknoloji kanalı mı bu? Ta gëzosh! Rofsh. Jam shumë krenare, sepse më tha që ka patur një Apple Watch, seria 5 më përpara, edhe atë e shiti për të filluar jetën e re në Shqipëri, dhe tani arriti që të blej Apple Watch seria 10, sepse ka punuar fort, edhe ja ka dashur që të marrë ato që ka qef. Edhe përveç atyre që ka qef të marrë për veten e vet, arriti që të blej edhe gjëra për ne, për mua edhe për motrën time, që është wow, është diçka mashallah, mas e marrë mësysh. Jam shumë krenare për ty. Okej, faleminderit. Ne dedim? Seni gurur duruyor mu? Evet. Ja ben. The next morning. Mirëmëngjesi. Është ditë e diel, sapo mora një mesazh nga Maria dhe Redioni që kanë shkuar tek Hayaleti për të ngrënë mëngjes turk. Çefi ma ka, po përtoj të eci më kam, gjithsesi po shkoj. Emria është akoma duke fjetur, se mbrëmra nga ora 4 e mëngjesit gjumë duke qenë se luam PlayStation, kurse unë bëra gati edhe do dar tani. Nuk mendoj se do ha dot ushqim aty, po do shkoj thjesht kështu për muhabet, për qef, për shoqëri. Unë kam akoma dhimbjen edhe mballës, që toni ju. Mezi kam fjetur gjumë, se kisha se mos e vrisja kur kthesha nga anë djathtë. Gjë nuk i kam vendosur, as garz, as gjë. Edhe pse e di se si është procesi i shërimit, prap e kam qik me frikë, edhe me siklet të madh. Edhe me zipresje të më mbyllet vendi tani, më duke se do një muaj të zihet vendi. Unë nuk vesha me të gjata, më duke sikur ishte ftohtë, me që ishte vrentur, po pas ka dhe pak diell edhe vdiqa plasta vape. Kam veshur edhe pantallona të gjata, kam veshur edhe bluzë me më të gjata. Hello! Oh, ju bëf të mirë! E pas keni shtruar mirë,
si shtrenjë që shërbeta jo. Tirita. Edhe Ingji. Arita në shtëpi, ose më dhem në balla. Më thënë, më dhem vendi. Arita në shtëpi. Na zuri shiu, një pjesë të mirë të rrugës. Pastaj na solli dori me Lenën me makinë, na sollën në shtëpi edhe mua edhe Redionin dhe Marien. Të shoqyra ata kishin marrë makinën. Edhe thjesht nuk u lagëm aq sa mund të lageshim nëse do kishim ikur në kamp. Duhet e kuros. Po nuk kam nevojë fare, thjesht dua të ri. Edhe ata do bëjnë fakt. Si që thash, miq të dashur, sot unë vendosa mos bëj asgjë, edhe pse kam një mal me rroba për te kurosur, nuk e keni idenë sa shumë jam. Nuk kam qenë fort mirë, të them të drejtën, kam patur goxha dhimbje. Më ka shkruar edhe Esi që më ka pyetur, më ka bërë përshtypje, herën e parë fare që kam vajtur për mbushje të një dëmballe, që ma kishin bërë gabim në një klinik tjetër, nuk më kishin mbushur kanalin të plot, domethënë ma kishin lënë bosh. Më ka bërë përshtypje fakti që Esi pyet në orën 11:30 të natës, i shkon Aleksit në fakt, se nuk e kishte numrin tim atëherë, Aleksi kishte qenë edhe përpara, dhe i thot si është motra, ka patur problem motra apo jo. Edhe prandaj u thash në fillim fare që është shpirt njeriu. Dhe dje më pyeti, edhe sot më pyeti prap si je, a je mirë. Janë këto mjeke që të bëjnë të kuptosh që ka njerëz të mirë në këtë botë dhe që e duan vërtet profesionin e tyre. Edhe që kujdesen për klientët dhe nuk i shikojnë klientët vetëm si kartë moneda. Kështu që Esin e kam shumë për zemër. Si qash e kam edhe, jemi bërë edhe si shoqe. Do e mbyll videon, nuk kam patur fare oreks dje dhe sot që të filmoja. Emria ndërkohë është duke parë ndeshjen. Fene e Bahçej, normale. Kurse unë përshikoj televizor. Kështu që po e mbyll videon për sot. Mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram, më shumë në Instagram, të TikTokun Dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju put dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!